Nona ka jetu veç 104 vjetë 8 muaj. Para në vitin 2021 ka vdek, kur edhe unë u ktheva këtu. Edhe nana është marrë dhe nana me bashkë? Nona u morë gjithmonë. Po. E pas ke marrë ndoshta prej nanës? I dua une, në përgjithësi kafshët i dua shumë. Po. Tregona pak më shumë rreth shtallës, na po i shohim që është një shtallë improvisume, nuk është një shtallë ndoshta ashtu siç duhet të jetë. Ke pas përkrahje institucionale? Më shumë. Nuk kom pasën veç për këtë luftë qumshtore, në vitin e kaluam, ku më marrën për 7 copa. Menoj me bo një shtallë pak ma të mirë, ma të gjanë. Më nimojnë edhe këta se veç vetën une nuk muj krejt me i bo. A mo verës dali ruaj, kam qef. E të që janë lopë qumshtore, dhe po besoj që gjëja kryesore të këtu është qumshte. Deri në sa litra qumsht mund është me i nxerë nga një lopë që e ke sot? Varet që është lopa, po une ma shumë ju jepi viqave me pi, se sa me shitën nuk shes, për vetin e i herë që ka na duhet edhe qaqë. Historia e Ramizës flet për vetë kurajon, vullnetin që ajo ka për kujdesin ndaj lopëve, për çka nuk u ndje e turpëruar kur. Ushqimin une e blej, kam edhe tokë në Miloshev këtu, 70-ari, aty dalin që është merë verat ashti, se do here merë vera shumë e mirë, si vjetë ka morën vera shumë e thatë, s'ke mujtën pak e diçka me nxjerrën, mirë po une ju blej se une kam pensionin e jashtëm. Po. Do me thonë një tokën nuk e punon një zonja Remzie, ju do me thonë vetëm kujdesin e për to, ndërsa për pjesën e ushqimet e bleni. E blej ma shumë po. Qysh është për ty me qenë fermere grua në një vend si këtu tek ne, sepse na jemi mësu ma shumë i pa mashkujt, gjimi mashkullore. Kuda që t'jesh, në qofse e kije atë vullnetin tanë me punu e me pasën, atëhere mundesh me mri gjithmonë. Jashtë kom punu 37 vjetë në gastronomi, kom pas 12 vjetë restorant Temin, kom më majtë. Po, dikur po bëjke gjithmonë ballë edhe stop se gastronomia i ka ato shtreset e veta shumë të mëdhaja, sidomos Zvicra është ekstrem. Prej më shumë se 4 dekadash, vazhdon të zgjohet herët, të kujdeset për lopët dhe të mbajë gjallë këtë ritëm të jetës.